Formimin e shpejt të institucioneve kanë kërkuar përfaqësues të Bashkimit Evropian të shteteve anëtare. Në një tryezë diskutimi për rrugën e Kosovës drejt bllokut evropian, shefi i zyrës së BE-s Ivo Orav tha se në ecjen para u duhen partnerët. We need also executive power. Na duhet edhe një partner në pushtetin ekzekutiv. Na duhet një partner me të cilin mund të flasim për hapat e radhës se si mund të afrohemi më pranë BE-s. Shpresojmë që qeveria do të formohet sa më shpejt që të jetë e mundur. E ambasadori i Gjermanisë në Kosovë JNR dhe bëri thirrje që liderët kosovar t'i kryejnë detyrat që kanë. Sipas tij, ky mesazh është përcjell atyre dhe gjatë vizitave të përfaqësuesve të lartë të BE-s në Kosovë. Tomorrow we have the 23rd session. Nesër do ta kemi seancën e 23 në tentim të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Çfarë imazhi është ky në sy tonë? Nuk dua të hyj në të më shumë. The homework has to be done by the politicians. Mirë, po në fund të fundit detyrat të shtëpisë duhet i bëjnë politikanët. Kemi pasur përfaqësues të lartë të BE-s 2 javë më parë, Kosta dhe javën e kaluar Kallas, dhe mesazhet ishin të qarta. Bëni detyrat e shtëpisë. Sipas ambasadorit francez Oliver Guerot, Kosova gëzon mbështetjen e ndërkombëtarëve, por që mund ta izolojë veten duke mos dëgjuar meqt. You are not isolated unless you isolate yourself. Ju nuk jeni të izoluar përveç nëse izoloni veten. Tash si e izolon njeriu vetveten? Thjesht duke mos i dëgjuar meq, duke kultivuar një formë drejtësie dhe duke gjetur arsye e shkaqe të ndryshme për të mos i respektuar zotimet e ndërmarra. Po e përsëris thirrjen e herën, dëgjoni meqt tuaj. Thirrje për formim të institucioneve të reja në Kosovë bëri edhe ambasadorja Holandës në Kosovë Karin Boven. Tani është me rëndësi të demonstrohet përkushtimi dhe të sigurohemi që të formohet qeveria e re, në mënyrë që vendosmëria për integrim në BE të marrë formën përmes rezultateve konkrete. Të ajntën për herë të 23 me radhë, deputetët do të tentojnë ta konstituojnë kuvendin e Kosovës. Dështimi i konstituimit u bë në mungesë të votave të mjaftueshme për zgjedhjen e propozimit të lëvizjes vetëvendosje për kryetar të kuvendit, të mospërkrahjes së partive të deritanishme në opozit për kandidatën e propozuar, ashtu sikurse edhe për mënyrën e fshehtë të votimit që synon partia e parë.